Si asnjëherë më parë tashmë ka dalë në pa. Megjithatë, dallavere me vota, raste të vjedhjes së votës dhe madje përfshirje të personave të dënuar ka pasur edhe në zgjedhjet e kaluara. Sadik Zeqiri, nga këndvështrimi i analistit politik, vlerëson se procesi zgjedhor është dëmtuar rënd, duke theksuar nevojën urgjente për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet. Duket që nuk ka pas vëzhgim. Dhe kur nuk ka vëzhgim, aty manipulohet vota. Prandaj është një farë hierarkie e fajt. Edhe pe KQZ-s, pe lart poshtë, por edhe pe poshtë lart. Prandaj dikush duhet të marrë përgjegjësi për këtë çështje. Megjithatë, vëzhgim s'ka pas dhe fajtorin, unë e lë që ka qenë edhe kohë festive. Është një ligj që 10 vjet ti nuk ke mundësi as me mbajt mend kënd ke me votu, prandaj krijon listat, prandaj krijon fletat, prandaj krijon keqpërdorimet, prandaj edhe votuese shkoni voton 2, 3, 4, 5, por nuk i kujton 10 vjet. Dhe këto mund të manipulohen, vetë të votojnë, komisioner të votojnë. Edhe organizatat jo qeveritare që e kanë monitoruar procesin deri në ditën e votimit, vlerësojnë se procesi zgjedhor është dëmtuar. Mirë po sipas tyre, faza e numërimit nuk ka qenë pjesë e mandatit monitorues. Në këtë kontekst, Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës theksoi se si projekt, monitorimi i KD-s ka qenë i fokusuar vetëm deri në ditën e zgjedhjeve, e jo edhe në qendrat e numërimit, duke theksuar gjithashtu nevojën për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet. Çfarë varianti KQZ-ja i ka që thamë ditë dhe gjitha kapacitetet me zbulu këto manipulime të procesit të administrimit të votave të kandidatëve, dhe prandaj edhe besoj që gjitha këto veprime që po ndodhin tani janë në situatë të përgjithësive dhe kompetencat që i ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të zbardhur dhe qartësuar rezultatin e saktë të gjithë kandidatëve që kanë nënshtruar procesit të votimit në zgjedhjet e dhjetorit. Pas komunës së Prizrenit, ku deri më tani nga rinumrimi ka rezultuar përqindja më e madhe e manipulimeve me vota, pritet që drejtësia të merret edhe me komunat e tjera, ku rezultatet e rinumrimit tregojnë se ka pasur ndërhyrje në proces.